Horoskopi ditor, 26 prill. Një moment mund të vendos më shumë nga sa mendon. 26 prilli nuk është një ditë e zakonshme. Është një nga ato ditë ku gjërat nuk duken të mëdha në sipërfaqe, por mbajnë brenda një ndikim që nuk shihet menjëherë. Një vendim i vogël, një reagim i shpejt, një moment që kalon pa shumë vëmendje. Mund të jetë pikërisht ai që ndryshon rrjedhën. Kjo është dita ku shumë njerëz do ta kalojnë pa kuptuar çfarë humbën. Dhe disa do ta kapin momentin në kohën e duhur. Dashi. Kjo ditë të vendos përballë një situate që kërkon reagim të shpejtë, por jo domosdoshmërisht veprim të menjëhershëm. Një zhvillim që mund të duket i thjeshtë në fillim mund të ketë më shumë ndikim nga sa mendon. Një person ose një situatë mund të shtyjë të marrësh një vendim pa reflektuar, dhe pikërisht aty qëndron rreziku. Nëse ndalon për një moment dhe analizon, mund të kuptosh që kjo është një nga ato ditë ku një zgjedhje e vogël ka pasoja më të mëdha. Një reagim i kontrolluar mund të të ndihmojë të shmangësh një situatë që do të vendoste në presion më të madh më vonë dhe të krijosh një drejtim më të qëndrueshëm për veten. Demi. Një situatë që lidhet me stabilitetin mund të ndryshojë në mënyrë të papritur dhe kjo mund të bëjë të ndihesh i pasigurt për një moment. Një zhvillim që nuk e kishe planifikuar mund të detyrojë të mendosh ndryshe për një vendim që e kishe marrë si të sigurt. Nëse përpiqesh ta mbash gjithçka njësoj, mund të krijosh më shumë tension. Nëse ndalon dhe analizon me qetësi, mund të kuptosh që kjo është një mundësi për të përmirësuar një drejtim që nuk ishte plotësisht i qëndrueshëm. Një vendim i marrë me fleksibilitet mund të të ndihmojë të shmangësh një situatë që do të bëjë më e vështirë për t'u menaxhuar dhe të krijosh një rrugë më të fortë për vazhdimin. Binjakët. Një situatë që lidhet me komunikimin mund të vendosë përballë një momenti ku një fjalë e vetme mund të bëjë diferencën. Një bisedë që duket e zakonshme mund të marrë një drejtim që nuk e kishe menduar dhe kjo mund të shtyjë të reagosh menjëherë. Nëse përgjigjesh pa menduar, mund të krijosh një keqkuptim që do të kërkonte më shumë kohë për t'u rregulluar. Nëse ndalon dhe analizon më thellë, mund të kuptosh që kjo është një ditë ku komunikimi kërkon më shumë kujdes. Një reagim i menduar mirë mund të të ndihmojë të shmangësh një situatë që do të ndikonte më gjatë dhe të krijosh një drejtim më të qartë. Gaforja. Një situatë emocionale mund të vendosë përballë një momenti ku duhet të zgjedhësh mes reagimit dhe reflektimit. Një ndjesje e fortë mund të shtyjë të marrësh një vendim të menjëhershëm, por kjo mund të mos jetë zgjedhja më e mirë. Nëse ndalon dhe e sheh më qartë situatën, mund të kuptosh që ajo që ndjen nuk përputhet plotësisht me realitetin. Një qasje më e qetë mund të ndihmojë të shmangësh një reagim që do të krijonte tension të panevojshëm. Një vendim i marrë me qartësi mund të japë një drejtim më të qëndrueshëm dhe të ndihmojë të ruash balancën në një situatë që kërkon më shumë kujdes. Luani. Një situatë që sfidon mënyrën si e sheh një vendim mund të shtyjë të reagosh menjëherë për të treguar kontroll. Një reagim i shpejt mund të duket si zgjidhja më e mirë, por kjo mund të mos të japë kohën për të parë të gjitha detajet. Nëse ndalon dhe analizon më thellë, mund të kuptosh që kjo është një nga ato ditë ku durimi bën diferencën. Një vendim i marrë me qetësi mund të të ndihmojë të shmangësh një situatë që do të vendoste në presion dhe të krijosh një drejtim më të qartë për veten në vazhdim. Virgjëresha. Një detaj i vogël sot nuk është rastësi, është sinjali që kërkon të rregullosh diçka para se të bëhet më e madhe. Një ndryshim në rutinë, një gabim i lehtë ose një vonesë e papritur mund të duket bezdisë, por fshin një drejtim më të mirë. Nëse përpiqesh ta mbulosh menjëherë, mund të humbasësh kuptimin e vërtetë. Nëse ndalon dhe analizon, kupton çfarë duhet riorganizuar. Sot fiton ai që sheh përtej sipërfaqes. Një vendim i vogël për të ndryshuar mënyrën si e bën një gjë të zakonshme mund të japë efikasitet dhe qartësi për ditët në vijim. Peshorja. Balanca sot nuk ruhet duke qëndruar në mes, por duke zgjedhur. Një situatë e shtyrë rikthehet dhe kërkon përgjigje të qartë. Nëse përpiqesh të kënaqësh të gjithë, rrezikon të humbasësh veten. Një reagim nga dikush mund të vendosë në presion, por ky është momenti për vendosmëri.
Nëse ndalon dhe pyet veten çfarë ka vërtet rëndësi, vendimi bëhet më i thjeshtë. Një zgjedhje e qartë sot mbyll një paqartësi që të ka marrë energji prej kohësh dhe të hap një drejtim më të qëndrueshëm përpara. Akrepi. Jo gjithçka që ndodh sot është e dukshme. Një detaj i vogël, një ton zëri apo një reagim i çuditshëm fsheh më shumë nga sa duket. Nëse reagon me impuls, mund të përshpejtosh një situatë që kërkon strategji. Nëse ndalon dhe lexon mes rreshtave, kupton ku duhet të ndërhysh dhe ku jo. Kontrolli emocional është çelësi. Një vendim i qetë të jep avantazh ndaj të tjerëve që nxitojnë. Sot fiton ai që pret momentin e duhur dhe vepron me saktësi. Shigjetari. Një ide që lind papritur sot mund të duket e parëndësishme, por mban një drejtim të ri brenda saj. Nëse e refuzon sepse nuk përputhet me planet, mund të humbasësh një hap që të çon më lart. Nëse i jep hapësirë dhe e teston, kupton potencialin. Nuk është dita për jo automatike. Është dita për kuriozitet dhe provë. Një zgjedhje e vogël sot mund të hap një mundësi që nuk e kishe në plan, por që rezulton më e dobishme në vazhdim. Britsjapi. Një plan që funksionon të mirë mund të kërkojë rregullim sot. Një detaj i papërputhur të tregon se diçka nuk është më e qëndrueshme. Nëse përpiqesh ta mbash me forcë, rrit presionin. Nëse ndalon dhe rishikon prioritetet, gjen mënyrën më efikase për ta përmirësuar. Fleksibiliteti sot është forcë, jo dobësi. Një vendim i strukturuar dhe i menduar mirë të kthen kontrollin dhe të vendos në një drejtim më realist për ditët që vijnë. Ujori. Një këndvështrim i ri sot sfidon atë që ke besuar. Mund të duket i çuditshëm, por pikërisht aty fshihet ndryshimi. Nëse e refuzon menjëherë, humbet një mundësi për të përmirësuar një situatë që ka ngecur. Nëse e analizon pa paragjykim, kupton çfarë duhet ndryshuar. Sot fiton ai që pranon të mësojë diçka të re. Një vendim i hapur ndaj sërres të çon drejt një zgjidhjeje që nuk e kishe parë më parë. Peshqit. Ndjesia e parë sot nuk është gjithmonë e saktë. Një emocion i fortë mund të shtyjë në një vendim të nxituar. Nëse ndalon dhe e verifikon me fakte, shmang një gabim të panevojshëm. Qartësia vjen kur nuk nxitohesh. Një zgjedhje e qetë të mban larg një situate që do të sillte paqartësi më vonë. Sot është dita për të dëgjuar veten, por edhe për ta filtruar atë që ndjen. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment numrin 26 nëse mendon se kjo ditë mund të jetë fillimi i diçkaje të re për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.